Në vend që qeveria mas 4 viteve me dalë me dha llogari për të arriturat e veta, për rezultatet e veta 4 vjeçare, në vend që me dalë me shpallos gjitha projekte që kanë realizuar për 4 vite, në vend që me dalë ministrat e me dalë në studio këtu të ju dhe në komunikim me qytetarin e me tregu për punët e tyre që kanë bërë për 4 vite, ata kanë zgjedhur një rrugë krejt tjetër. Kanë zgjedhur mbylljen, jo transparencën, seleksionimin e aty ku duhet me shkuar, kur nuk duhet me shkuar në media, sabotimin e mundësisë që njerëzit me ndëgjue me i pa për mes televizionit për të parë çka kanë bërë ata njerëz, një anë dhe në anën tjetër ku shkojnë në salla të bimeve ose në takimeve, ata kanë zgjedhur rrugën tjetër, jo me dhënë llogari edhe me shpalos projekte të realizuar për 4 vjet, për kanë nisë po knojnë. Ministri, në vend që me dalë para publikut, me thonë, unë ministrin tim e kam bërë këtë, e kam pas një 5 premtime, po s'ka mund t'i bëjt gjitha, e kam bërë 4-5 qytetarë, ka që ka mundur, shpresoj herën tjetër më bëjnë më tepër, që ndodhë kjo punë. Ata dalin, edhe jo vetëm që nuk bëjnë përpjekje me tregu që kanë bënë, po si që kemi po të dalin edhe knojnë në për tubime.